merrte kot në momentin e parë pas arrestimit, mos fliste më shumë se ç'duhej etj. Tani që Erën Velie, siç e dëgjova vetë, ishte shumë i matur, shumë i kujdesshëm etj. Edi Rama vazhdon, thotë ne do ta respektojmë drejtësinë, drejtësia ka punën e saj, ne kemi punën tonë, do integrohemi në Bashkimin Evropian etj. Gjithë retorikën e tij. Po i shërben në rasti Velie e zotit Berisha, pra po e përdor le të themi në mbështetje të kauzës vet? Diçka kështu profesionale. Unë tash mund dha rasti ta dëgjoj Berishën sepse në zgjedhjen time gazetareske prej vitesh unë nuk e përfshi fare, as nuk e dëgjoj. Edhe madje kam dhe një lloj kështu ndjenje empatie për gjithë gazetarët që janë të atashuar të Berishës, sepse unë nuk mendoj që kam më interes gazetares për dëgjuar Berishën. Dorje për shkrim, është ai që ka qenë gjithmonë në fjalë dhe nuk ka asnjë grishje gazetarët të një parantesë të vogël, gazetarët që mbulojnë PD-n, meqense ja qajtë hallin, do të thoni që janë shumë më interesant deklaratatë e Berishës sa sepse janë të njëjtë që kanë ndjekur Lulzim Bashën më herët. Po pra profesionalisht nuk arrita kuptoj profesionalisht sepse shikoj konferencën nga një përshtyp për kuriozitet që çfarë mbajnë shënime, për çfarë mbajnë shënime. Kur flet Berisha për çfarë do të më mbajë shënime, nuk arrita kuptoj. Për shembull, po të isha një redaksi dhe drejtoja një redaksi dhe kam drejtuar dikur, kam thënë pse du të mbash blok për të mbash shënime vetë. Po sepse janë po ato fjali, janë po ato gjëra dhe nuk përbën interes. Kjo. Nuk përbën fare interes. Ai është ka 500-600.000 vota pas. Pa është domethënë në sa llogarisë. Nuk përbën as i lloj as intelektual më, as gazetares, as politik nuk përbën më. Për shembull, pra ne po them unë që ti mund ta kesh shumë inat Veliajn, por fjalimin e Veliajt nesër ti mund ta kesh në po themi në literaturën politike. Nëse do ketë një ditë një literaturë politike shqiptare, të historisë politike ti mund ta kesh aty atë. Ndërsa nuk ka një gjë, një frazë, qoftë edhe një frazë, një fjalim, të Berishës që duhet fut në literaturë politike. Nuk ekziston. Përveç një frazë në vitin 1993, bashkëvuajtës dhe bashkëfajtor. Nuk ekziston, ë? Ka qartë. Po jo është realitet, nuk ekziston. Dhe për sa i përket trajtimit, ne kemi parë që krahasimisht me atë që kishte ndodhur pak javë më parë, me Metën ishte ku e ku diferenca e thellë sepse Veliaj gjithmonë ne kemi parasysh edhe skenat e freskëta të Sarkozis. Pra një ish president i trajtuar shkon në qeli si qytetar i lirë, e kupton pa ato, kapje, nga kindet e xhaketës e njëna tjetër. Nuk e di, unë nuk e pash, ishte me pranga Velie? E papranueshme. Kur doli nga furgoni. E papranueshme. Zakonisht edhe kur i mbajnë të prangosur ku hitet. Nuk e pash do. Nuk e pash me fjalë, kupton. Sa në gjyqit jo, pa kanë fjalën kur momentin kur nuk e pash. Përsa e përket qelive, po. Një prej atyre që duhet të kesh mik të fortë kur futesh brenda është me këdo jesh. Me këdo jesh se mos më kanë izoluar në qeli me vrasje serial. Po, Durrësi e ka këtë problematikë sepse shumë mostra, shumë delikuent janë në Durrës, edhe çështja është me fjalë vërtet është respektuar një farë. Kemi dëgjuar dhe që porosisin dreka peshk. Po, një status ai. Zotë Velie, ka kolegë të partisë të tjerë aty që kemi parë dëshmi që madje një miku imi që i ka rënë vllai brenda për këtë përpiqje, sepse vllai ka shkuar duke qenë edhe vetë implikuar me aspekte të krimit ordiner, ishte tek krimi ordiner dhe çështja është me fjalë si edhe për ta iluminuar pak, edhe për ta edukuar, ta çonin tek ata që nuk i përkasin krimit ordiner.